Në një nga zonat më të ndjeshme natyrore të Bregdetit shqiptar në dalan të Zvërnecit, protesta e zhvilluar këtë të shtunë ka marrë përmas atensioni duke reflektuar përplasjen e fortë mes shqetësimeve mjedisore dhe zhvillimeve ndërtimore në zonë. Banorët të zonës, përfaqësues të shoqërisë civile dhe aktivistë janë mbledhur për të kundërshtuar ndërtimet e planifikuara, të cilat sipas tyre rrezikojnë ekosistemin e zonës së mbrojtjes dhe prishin balanca natyrore të peizazhit të Nartës dhe Zvërnecit. Protesta e nisur në mënyrë paqësore ka degraduar në përplasje fizike me personat e sigurisë private që ruajnë kantierin e ndërtimit. Sipas pamjeve të publikuara në media, gjatë momentit të tensionit është raportuar edhe ndërhyrje ashpër ndaj disa protestuesve, çfarë ka shtuar edhe më tej ndinjatën e të pranishmëve. Në zonë janë dislokuar dhe forca të shumta policie, të cilët kanë ndërhyrë për parandaluar për shkallëzimin e situatës dhe për të garantuar rendin publik. Megjithatë, atmosfera ka mbetur e ndezur për disa kohë me britma përplasje verbale dhe momente konfrontimi fizik. Protestuesit kanë theksuar se qëndrimi i tyre nuk lidhet vetëm me një projekt të vetëm, por me shqetësim më të gjerë për mënyrën se si po trajtohet zona me vlerat e larta natyrore në vend. Ata kërkojnë transparencë plot mbi projektin, ndalimin e menjëhershëm të punimeve dhe një vlerësim të pavarur mjedisor. Deri në këtë moment nuk ka asnjë reagim zyrtar të detajuar nga institucionet për incidentet e raportuara gjatë protestës, ndërsa situata mbetet e ndjeshme dhe në monitorimin e vazhdueshëm.